Protesta e banorëve të fshatit të Rjoll të Velipojës u shoqërua me tensione dhe përplasje të shumta me forcat e policisë, pasi banorët tentuan të ndalojnë punën e ekskavatorëve që po ndërhynin në pronat e tyre. Teksa bëjnë prezent certifikatat e pronësisë së tokës që nga viti 1927, banorët pretendojnë se dokumentet për 1500 hektar tokë janë falsifikuar nga ish drejtori i hipotekës në Malsinë e Madhe, Fatmir Shpellza. Një tukë edhe 400 dëllim tokë me vendim gjykatet, me letra qysh 1927. Një të letra janë me 2 vendime gjykatet, 96 në 2008, me harta, me dishpitar, me shifitar. Fatmir Shpellza ka dalë pranore. Drejtori i hipotekës Malsisë Madhe disa vjetë. Për drejtori Malsisë Madhe ka kalu drejtori i pyjores Malsisë Madhe. Pra, ky ka kënë pozitat veçanta, shtetit që ka bo qa ka dasht. Ky ka ardhi tu, asil me bashkimullin. Tash ka zanë mik. Bashkimullin të ba rrugën, edhe ka ardhe ka privilu dokumentat. Banorët e fshatit Rjoll thonë se çështjen e kanë adresuar edhe në prokurorinë e posaçme. Se ku e kanë marrë gjykatëse? 3 herë kanë bërë, 3 herë nuk e kanë gjykatat. Katetën i kanë mushtresin me lek, ka gjithë 2 dëshpitar me lek, këna merë në spak e këna qua, ja këna qua spakut. Unë du që të bava qonë me letrat e personit dhe asim për nga këta polis nuk ka pru një jurist apo përfaqësues që të vërtetoj atë që po banë sot. Pas përfundimit të protestës dhe me largimin e grupeve të xhirimit, policia shoqëroi me forcë disa prej banorëve që tentuan të ndalojnë punën e ekskavatorëve. Na pallu nuk kur kanë, vetëm tu munu, mos me ilon me nezmitet e punës, ata i kapen djalin tem. 5-6 vjet, për forcë, për shjani kanë qurë futën në pugon. Banorët këmbgulin se nuk do t'i lëshojnë pronat e tyre dhe paralajmërojnë vijim dhe përshkallëzim të protestave. Kur desim tani ky moshkull, kënë me lënë e i grua, e i mota, e kanë, edhe prapa e s'ka për ta gjuhë.